الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Para se me anis dersit, apo keni qef me ju kallxu ders taman, apo keni qef me ja bo qefin? Ha? Me kallxu taman dhe me ke, qysh ashtë? Që masenina nesër më zverë dhe një kush me më thonë, pse behoq shumë ke kallxu keq, pse qështu ke folën, pse ke thonë qështu. Dhe thot, jemi për me kallxu ders taman, inshallah. Taman që shkruan qitapi, edhe që janë ajetet, edhe që janë hadiset e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se na hoxhëllart, ka dhe njëherë, e shofna popullin që ashtë, edhe masenina nuk kena qef mi aprishin atënve, edhe e lirojna pak sakuzin, e zgatna pak. Ama nuk ka qeja, apëta. Dhe thotë sot, inshallah, do të folmi taman që shanë realiteti. Jo, mi a bo qefin dhe një kujna. Mas për herë, pra s'pi a bajnë qefin vetë vetit, tem, po masenina, s'po kam qef mi a bo as juve qefin, po përdu mi u kallxuhe dhe thotë taman drejt që shashtë. Na pra jemi të folë për namazin o vëzën. Namazin, e cila është seni kryesor në fejen islame. Po thotë ki djetari këto. إن من أعظم الواجبات التي أوجبها الله على العباد وأجلها الفرائض التي أفرضها الصلاة. Prej punëve më të mëdha çka Allahu Dhul Gjelal ja ka bën farz robit vet, do thotë ne ka bën neve farz. Edhe e cila ka më shumë ti pesh, kush është namazi. Fehje imaduddin. Namazi pra është shtylla e fejes. Wa akedu arkaniha ba'da shahadatain. Edhe farzi ma kryesor mas dy shahadeteve. Do thotë e para, për më bë musliman, çka është me thonë ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammed Rasulullah. Ne kemi me dëshmue që nuk ka zot tjetër përveç Allahut, dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërgumi i tina. Mas kësajna, mini herë, mas kësajna, mas shahadetit, shka është? Është dhe thot namazi. Wahja silatun bejna abdi wa rabbi. Dhe thot kjo është një lidhje mes robit edhe mes Allahut. Lidhje. A i dini shka lidhja jo? Tu ka prish kjeri, edhe ku të prishet kjerë, shka dush me mor një sajl, edhe me lidhat kjerë në shka nuk punon, me ngrej. Pa sajl, a më në ngrej? Së në ngrej, apo të. Po, veç nëse vjen aj me kjerë për mas teje dhe qëtyn tyje, ta prish kjerë në krejt. Ama nëse donë me shku e taman, atër e lidh një sajl edhe shkon mas atina kjerit në dresht, ki kjerit prisht. Qështu pra është kjo lidhja, mes teje edhe mes Allahit tanë. Wahve awel ma yuhasebu alehi l'abdu jaume l'kijame. Kjo është seni i parë i sen, shka Allahu Dhul Gjelal ka me të morë në pytje në ditën e gjikimit. A e kemi qartë, seni i parë, kur kemi dalë për para Allahu Dhul Gjelal. Sa është që ajo dita shka kemi dhonë përgjithësi për para Allahu Dhul Gjelal? 50,000 sene mimma të udun. 50,000 vjetë pi vjetëve që ka ju i numroni. Ndërsa për besimtarin, sa është? Ashtë sa pi namazit i kindijës të në aksham. E na shpesh herë ka dzojnë këta veç pi namazit akshamit, pi namazit i kindijës të në aksham. Ama se ka dzojnë këtë qetërën, 50,000 sene mimma të udun. 50,000 vjetë
pi vjetëve ju shka i një numroni. Për shka se na i llogarit na njerëzit që ketë janë besimtar edhe krejt që e falin namazin. Nuk kina qef mi kallxue se çato shka se kanë fal namazin, llogarin kanë me pas pak ma gatë. Inshallah Allahu më xhelal na llogarit shkurt, nuk na llogarit shumë gatë. Fejn salahat salaha sairu ameli. Nëse punë me namazin i ka mirë, i ka punë të mirë edhe me punë qera. Po nëse me namazin si ka punë të mirë, edhe punë qera i ka hala ma keq. Do thot ti, llogarit e vetin se e tu dalë për para Allahu dhul xhelal, edhe se një par shka ka me të morë në pytje, ashtë namazin që shikiti punë të me namazin ta. A je i kompletum, apo nuk je i kompletum. Si mos jesh, e marrë vetin qafë, s'ka fajone, apo ta. Ama nëse je, atëherë mos i gale. Për këtë arsye pra do të me ditën se puna e parë shka Allahu dhul xhelal ka më na morën pyetje është namazi. Wa hiya fariqatun bayna al-muslimi wal-kafir. Edhe namazi është që ajo shka e ndan muslimanin edhe qafirin. Fjala musliman shka është, ata ka bon të një kush balë t'i stoj. Ha? E kur thot t'i stoj, t'i shka ban, i qënë durët për pjetë. Që kjo shka i qënë durët për pjetë, ti më ju ke bon të slim kujna, që atina shka ta ka bon me alti. Ha? Që kjo muslimani, shka i ngrin durët për para Allahut dhul xhelal, ju bon të slim kujna, Allahit vetë, ju bon të slim. A qafiri qka është? Qafiri është sukur bujki. Shka toka është e drejt, a i me traktor prom e këthen. Edhe ajo shka ke e shqit e shtini nërfuni. Që sa i thujnë, dhe thët arabisht taman qafer. Dhe thët qafiri shka është, dhe thët shka e ndronë dhe vërtetën e med pa vërtet. A i kemi qanë. Dhe thët namazi, koka që ajo shka në dhallon muslimonin prej jo muslimonit. Inshallah Allahu dhul xhelal na ban prej muslimanëve e nuk na ban prej jo muslimanëve. Fa iqamatuha iman. Nëse e fal namazin jetë dëshmuar që ki iman të zemra jote. Wa idha adatuha al-kufr. Ndërsa nëse nuk e fal namazin jetë dëshmuar ma tepër ka kufri. Do thot e fal dëshmon që ki iman, se fal dëshmon që jetë shkue ka kafirat pak ma shumë. Për atë arsye kanë thonën, la dine limen, la salate lehu. Nuk ka fe, nuk jam të thonë, nuk ka iman, po jam të thonë, nuk ka fe, din dhe me ke, nuk ka qaj shka nuk ka namaz. A kemi qarë, dhe thotë, ki namaz, ki fe, po s'ki namaz, nuk ki fe. Nuk jam të thonë s'ka iman, të mirë mi vesh, imani a di shka qeter, feja a di shka qeter. Imani a punë e mrenshme, mes te dhe mes Allah i tanë. Ama feja, për me dëshmu dikush që ti je fetar, du të me të këshira ki namaz je fetar, s'ki namaz nuk je fetar, qështu musha me përkthia, po me përshtat pak ma mirë. La hadhe fil islam limen tereke salah. Nuk ka pjesë në islam qaj njeri i cili e kalon namazin. Dhe thot tja, po ki që me pas një pjesë në islam, po, banë namazin, ki pjesë. Po se banë namazin, pjesë nuk ki. Men hafedh aleha kanet lehu nura. Qaj shka e falë namazin, leta din se Allahu dhul xhelal ati dhonën dritë në ftyrën e vetë. Ati dhonë dritë në ftyrën e vetë. Nuk e di, a keni pa dhe një herë dhe një plak musliman i cili falë namaz. A i keni pa se e ka një nur të ftyra e vetë. Kur ta pash, të pa omit e din se që kja musliman. Ama me ba me këshirë dhe një plak, shka në qafer, shka nuk falë namaz. Në të pa omit, kur ta pash, tu e ki qafer këka. Pse? Për atë arsye se s'ka nur në dritën
të Allahu Dhul Gjelal në ftyrën e vetë. Këta dhe thot, mujnë ju vetë me dëshmu. Nëse doni me pa dhe një musliman, shka falë namaz, kur ta pash, ftyra i ban në urë, dritë i ban. Ama dani kur shka nuk falë namaz, ftyra nuk i bësqesh, nuk ka në urë të ftyra e vetë. Wa kanat lahu najatan yawm al-qiyamah. Namazi është shpëtim për tyje në ditën kur dalësh përpara Allahut Dhul Gjelal. Wa hushira ma'a an-nabiyyin ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim was-siddiqin wa shuhada. Edhe ka morin gjallë që kish ka fal namaz me pejgambert. Ka morin gjallë me sinqertit, ka morin gjallë me shahidat. Edhe ka morin gjallë me burrat e mirë. Wa hasuna ulaika rafika. E sa shoshni e mirë është ajo. Inshallah Allahu Dhul Gjelal na ringjall grupën e këtinve. Shka Allahu Dhul Gjelal është razi e nuk na ringjall në grupën e kujna të Firaunit, e në grupën e Hamanit, e në grupën e Karunit, e në grupën e Ubej ibn Khalef. Dhe thotë, si mos ta falsh namazin, atëherë nuk jenë grupën e këtinve të mirëve, jenë grupën e të këqive. E tash, ti vetë zgedhe, apo donë më konë grupën e mirë, apo donë më konë të grupa e keqe. Jekul Imam Ahmed, rahimahullah, fi kitabi Salah. Po thot Imam Ahmedi, Imam Ahmedi, dhe thot, është një anë për djetarve, shumë të mëdhajt fejes islame, i cili e ka të shkryt me një libër, shka folë për namazin. Edhe këto ulemat e mëdhaj shka janë, kur shkrujnë shkurt shkrujnë, nuk shkrujnë shumë gata, pëta. Po, shkurt. Ki ka shkrujtën dhe thot 3 rreshta, që të 3 rreshta po du me javë lexua. Shka thot, la hadha fil islami limen taraka as-salah. Nuk ka pjesë në islam qaj njëri i cili e kalon namazin. Wa qad kana Omar ibn Khattab yaktubu ila al-afaq. Hiç taj po thot. Omeri radiallahu anhu i ka shkrujtën kujna provincave. Në kohën e Omerit radiallahu anhu ka pas disa provinca, sukur nashka i kena pas këto. Provinca e Kosovës, provinca e Sanxhakit, provinca e kujdi shka, dhe thot, qështu edhe në kohën e Omerit radiallahu anhu ka pas provinca. Shka i ka shkrujt Omeri? Omeri, a për dini kusha Omeri, ajo? Njeri i dytë mas për Omerit sallallahu alaihi wasallam. Njeri i dytë, i pari Ebu Bekri, i dytë i akon Omeri. E ka mojt qytetin islam 9 vjetë. Fali, dhe thot, 19 vjetë. 18 apo 19 vjetë e mene. E ka mojt. Kush? Omer radiallahu anhu. Shka i ka shkrujt kia të në të parve? Shka e konën në përvene, shka e konën në të vakt. Inne ehemme umuri kum indi as-salah. Prej punë ma me rëndësi të une shka është puna e namazit ju. Femen hafedha dinahu. Kush e run namazin, e run edhe fejen e vete. Shire? Ati në të parve për ju shkrun, se një parë të une, është puna namazit. Kush e run namazin, e run edhe fejen. Wa men daja ahafu, fa hua lima sivaha edhja. Po kush e hup namazin, qerat sene, për mi hup janë shumë makallaj. Dhe thot ki namazin e hupi, lidin e vetë që ka e ka me Allahun Dhul Gjelal, e për pun qera i hup shumë malet. Wala hadha fil islami limen taraka as-salah. Edhe nuk ka pjesë në islam, nuk ka pjesë, nuk ka hise, qaj njeri i cili e len namazin. Kjo qka është? Kjo është fjala e Omerit radiallahu anhu. Po thot në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ennehu qale la salata
Es-salatu imadu din. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, namazi është shtylla e fejes. Çka i vjen kjo shtylla e fejes? Këto arabë të vlezën do puni kuptojnë pak më mirë se na, se përpise që ashtu e kanë ambientin. Për me dasht me ndreq një qadrë, s'pedia kini pa si qadrat bedejnëve shka janë në Arabi atje, në midis e qadra e ka një stup, e ka një drun, se di që shqytojnë atina drunit. E qaj druni nëse është qut, qadra është në kam. Po qaj druni do thot nëse nuk është, ajo qadra bjen të poshtë. Apo mujni me kuptu këtë puna jo. Do thot, ti si ta kish namazin, qadrën e ki mirë. Ndoshta e ki të shkoqët, ndoshta dani shqip e ka thime të përlima, ama kryesoria e ki të qumë me qadrën. Ama nëse stubin se ki e kryesorin, ti mundës me pas qadrën e re, krejt ama kara për tokë. S'pedia po muj me kuptu këtë puna për jo. Do thot, nëse qadrën dojna me pasën qutë, do të me pas stubin për pjetë. Po nëse nuk e kena stubin, qadrën e kena të poshtë. A stubi i qadrës kush ko ka? Ko ka namazi. Nëse e kena namazin, dinin e kena mirë. Nëse se kena namazin, dinin se kena mirë. Allah i na drejtë ofti inshallah. Qetra qka është? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna awwalu ma yus'alu al-'abdu anhu min amalihi as-salah. Senin e parë çka Allahu dhul xhelal ka me morën robin e vet në pyetje është namazi. Fa in tuqbilat minhu salatuhu tuqbila minhu sairul amal. Nëse pranohet namazi i tina, pranohen krejt vepra tjera. Qëre këtu, shka për thot, nuk ka puna veç me pas namazin, apo të pranohet, apo nuk për të pranohet. Kjo është hala maran, Allah i nani mofti, inshallah kejtve, mas pari herë muhe, pas taj edhe ju e krejtve. Në thot, ti për del për para Allahu dhul xhelal, namazin ti këtë falta, pa tu ka pranu, as tu ka pranu. Allahi, inshallah, na i pranon. Nëse Allahu dhul xhelal na i pranon namazin, punë qera i kena këtë mirë. Po nëse nuk na i pranon, punë qera nuk i kena mirë. Për këtë arsye, pra, na undezën, kur falmi, shka bojna do, masit falmi, a i bojna të spidohën, a i bojna të spid. Mas të spid, shka bojna? A bojna do. Pse bojna do? Që Allahu dhul xhelal me na pranu namazin, se ndoshta nuk e kena falë të aman sa dohet. Ndoshta se kena pas menën të namaz heq bile. Pale ko e na kon të shëtit na për dunjo. A betan inshallah Zotin na i falë. Po, e për që ta bojna do që Allahu dhul xhelal me na i pranu. Nuk e di, a i një ka një ditë sabah e kalzova një hadith, shumë interesant për nga mërë sallallahu alaihi wasallam. Nëse thue so 10 herë, subhanallah, 10 herë nëse thue elhamdulillah, 10 herë nëse thue Allahu ekber, edhe ban doa që ajo doa nuk thehet e mas, apo ju kujtuot këtë hadith, apo jo. Dhe thot mas pakti, pra, sa këllan 10 herë, mas shumë të sa janë 33 herë. Dhe thot, pi 10 herë niset, ama me i bon 33 herë, hala ma e fdal, hala ma e mirë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për thot që ato shka kanë bo të spi maz namazit, fukarat për shemull, shka s'kanë pas punë, kanë nejtë gjami, s'kanë dalë me hecen, 500 vjetë pas kanë me hinë gjenet para zinginave, 500 vjetë. E masën e ja kanë nisën edhe zinginat me bo të spi. Edhe kanë shku fukarat janë lankute për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Kanë të nga bedani punë qeter, ta bojnë na që me hinë gjenet, ka thonë për nga meri, dhalike fadlullahi utihi me jesha. Kjo është një mirësia Allahu dhul xhelal jep kujna dorë.
ty Allahi atu dasht, të ka zgjedh që të bo namaz. Ama që ata shka se donë Allahi, shka janë zinë zemrën, nuk ja ban nasip me falë namazin. Inshallah, Allahu Gjilal, na i zbarë zemrën dhe na ban për atinve shka Allahi t'i bojna sezde. Atë hina hala ma fella jo. Me lanë namazin me qëllim, në udhu billah. Ha? S'ki kuni qëfar pune, s'ki kuni qëfar obligimi, shnashje, mirje, ketë, taman, valla, po pritaj mu falë. Ha? A ndodhë kjo të na? Po ndodhë. Shpesh e ndodhë, inshallah Zoti, na falë. Qka po thotë? La يختلف المسلمون أن من ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب. S'ka ikhtilaf, hiq, nuk ka ikhtilaf. Të krejt ulemoja, cilën dush me zheb mere, desh me zhebin Hanefi, desh Shafi, desh Hanbeli, desh, qfar dush me zhebi ka mere, nuk ka ikhtilaf se qaj i cili e len namazin, leta din se atë e bëhe gjunahin matë madhin dënjo. Nuk ka gjuna. Nuk ka gjuna matë madhë si sa me lanë namazin me qëllim. Allah i na falë. Bile, ki djetari këtu për thot, me ba me lanë namazin me qëllim, je ma i keqë se vrasësi. Me ba me lanë namazin me qëllim, je ma i keqë se hajni. A i ki ba hajni shko ta vedhë pasunijën. Ta në jetën se harën, valla kanë hima, kanë vedhë shpijen. Ha? Ose qaj shkat vret, ta në jetën të ismun është me haru vrasin. Ose në udhu billah, me piraki. Ha? Ma e keq, ko ka më se falë namazin, se sa me pirakijen. Ma e keq, ko ka më se falë namazin, se sa me bo edhe zina. Ha? Dhe thot, shumë keq ko ka me lanë namazin me qëllim. Inshallah, Allah i dhul gjilal në erun menë. Për këtë arsyje, djetarët islam janë mbledh ketë një mendimit janë se qaj njëri i cili nuk e falë namazin, le ta din se e ka gjunohin ma keq se vrasi, e ka gjunohin ma keq se qaj shka e hanë kamatën, ma keq se zinaqari, ma keq se qaj shka pënë në raki dhe ma keq se shumë qera gjunohi shka na i dina janë të mëdoja. Pse? Sebebi se ka një regull qeter. Mas kufrit nuk ka mo gjuna. Ha? Mas kufrit gjuna nuk ka. Për shembull, shkavi, shka nuk falë namaz. Aja zë për të madhe? Nuk e zë për të madhe. Pse? Se shka është. A i ka bon kufër, apëtër nuk i ka thonë shahadetit. Kur nuk i ka thonë shahadetit, pëse se falë namazit, pak puna është për ta. Se a i du të mas pariherë me thonë shahadetit. Ashtu që sfalja e namazit është shumë gjunahi madhe. Inshallah Allahu të gjilal në runë. Do të me pas parasysh do të thëtë mës me ba këtë gjunat madhe. Pse se faktikisht ti nuk jetë e njoft Allahu në dhul gjilal. Qysh i vjen kjo punë? Ndoshta një grup pi juve a ka në ushtarë. Edhe ushtarë a ka një sen i thojnë zborë. Edhe ti kur thënë zborë, duhet me shku morënit në resht ati. Nuk ka më rëndësi a jeti i peglat, a i ke lidhë qizme, ta si ke lidhë, kryesori a jetë në resht ati. Më konë që jetë në resht, nuk shkrujnë minus hiq, ama me konë që si e të reshti, mini herë, thojnë kua filani, mini herë qojnë për zharni. Kjo në këtë dënjo, e mësholla për para Allahu dhul gjilal. E muslimani, kur vjen vakti namazit, edhe anë zaf, kja është në zbar është. Spedja e mi qartë për jo. Dhe thot, kja është numër. Ama kur thirë namazit edhe ti, me qëllim, s'po donë më konë në saf, nuk po donë me falë namazin, atëherë do të me dhonë përgjithësi. Inshallah Allahu dhul gjilal na falë. Apo do një hala,
thot Allahu dhul gjelal, kullu nefsin bima kesebet rahine. Se cili shpirt është peng i veprës vete. A i kemi qanë? Se cili shpirt është peng i veprës vete. Illa ashabul yamin. Me përjashtim atinve të cilët janë konë me gjathit. Inshallah Allahu dhul gjelal na ban me gjathit. Fi gjennatin yatasaelun. E këto kur të hinë gjennet kanë me vetë janë i qetrit. Për ka kanë me vetë anil mujrimin, për që ato shka janë mujrim, shka janë të këqi, për të këqit kanë me vetë. Shka u bo me filonin, s'pe shofin, sakton, shka u bo me fistekin, dhe thot kanë vakt me vetë, për ato shka nuk janë ati, e ato shka nuk janë ati, shka janë burat këqi, mujrim. Edhe masën e kanë me thonë, ma sele ke kun fi sekar, shka ke se bepi ju që ju mrenët në sekar. Sekar është një pi emnave gjehenemit, Allah e në rujt, pitina, sekar. Ma sele ke kun fi sekar. Mani men, për shka njeri shkon gjehenem. Kalu lem nekum minel musallin. I pari sen, pse shkon njeri në gjehenem, pse nuk ashtë për atin shka falë namaz. Walem nekun nut'imul miskin. Nuk i na konë për atin shka ju kina dhonë buk fukarave. Shka i kina ushi fukarave, që na konë. Wa kunna në khudu ma al khaidin. Edhe na konë grup me ata shka bëshin hagigare me fejen. Wa kunna nuk edhibu bi jaumiddin. I na konë për atinve qka kena thonë, habe se s'ka ditë gjikimi. Qfar ditë gjikimi? Qfar bakraci? S'kanë besu ditën e gjikimit. Hatta e ta në ljekin, të këte erti sa në ka orë vdekja. Të tëtë, dikush pret mi orë vdekja për me kuptu e realitetin. I vjen vdekja i sa falë. I vjen vdekja si ka një mu fukararë në kur. I vjen vdekja ka bo hajgare me ditën e gjikimit. I vjen vdekja se ka zonë bes ditën e gjikimit. Edhe atëherë pra vetë e ka fajnë. Ashtë i lidhë vetë, i shpirtin e vetë e ka vetë lidhë ki. Inshallah Allah dhul gjelal nuk na ban prej tinve. Po ashtu thot Allahu dhul gjelal që ta shka e lexova është Kur'an. Mos haron do thotë këtu s'ka kulli çfarë ihtilafi. Se hadith për shembull ka ndonjëherë kur e ka dhënë ndonjë hadith, ka do hadithe dopta, jo për shembull Albani ka thonë që është i zajft, jo i fort, jo sen, jo ku e di, ama tek jo nuk ka. Ka thonë Albani, ka thonë Fisteki, ka thonë jo, fjala Allahu dhul gjelal. Ta këshina qëtër në ajet, shka thotë Allahu dhul gjelal. Fe khalefe min ba'dihim khalfun e dha u salah. Thot, mas këtinve, dhe thot, mas burave të mirë, kanë ardhur do bura të këqi, të cilët e kanë hupën namazin. Se në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam s'kanë folë për namazin hiç, e kanë ditë se obligime kena. Edhe nuk ka bo muhabet kjo. E mas pejgamberit alaihi wasallam, çka kanë ardhur thot një grup shka e kanë hupën namazin. Wattaba'u shahawat, edhe i kanë ndjek çka epshet e veta. Sun pelon valla tupanin për mu falë. Se qëta e vakti janë tupanit me kësije. Ram të mdom, vjen namazi shkon, ki e rifi të kësi, s'ka vakt me lam. Fesaufe jelkune gajja. Për që do njerëzi, Allahu dhul gjelal ka pregaditën ka gajja. Shka gajja? Wa kad gjae an Ibni Mesudin radiallahu anhu. Ibni Mesudi kër e ka komentue këtë ajet, ka thonë gajja është një lumë në gjehenem, në udhu billah. Një lumë në gjehenem, taamu ba'idel ka'ar. Dhe thët e ka shijen e keqë. E ka shijen e keqë, inshallah Allahu dhul gjelal s'na përpjek me ta.
Kjo pra është një prej musibeteve më të mëdha të muslimanit me lanë namazin me qëllim. Me lanë namazin me qëllim. Çka ka këtu? Ka një sen. Puna e namazit me lanë, ko ka shumë e ranë. Po në udhu billah, mos me besu që namazin është farz. Se dikush për shembull e lën namazin, ama thot valla, e kom lënë namazin, s'po mund me mor abdes, s'po mund me fal, ama namazi është farz. Ha? Ki ko ka musliman ko ka ki, ha? Pas ka një kokër, hala bataria nuk ka harxhu këtë, banj ka pak kalxë ka që dhe me ka është pak e gjallë, ama s'po mundet me nisë motorin. Po ne udhu billah, dikush mos me fal namazin, më thonë, ja besan kur gja namaz, heq. Hajde kush e ka bo këtë, kush e ka bo këtë obligim këtë sen, këti namaz bataria i pas ka cof krejt. Ki mo ko ka bo qafir. E qaj, shka e refuzon namazin, shka nuk e beson namazin, me këtë alimat të dunjojë, sa pëtën qka janë, dhe thot kja qafir. Sa pëtën ashtë dhe thot i pa fej. Ama qiki i cili e beson namazin, po nuk po mundet me falë se po priton. Po priton, për këta dhe thot ko ka shka gaja. Ki ndoshta pas ka me hije në gjehenem, ama ndoshta pas ka i myt me dalë dhe njëherë në gjenet. Për këtë arsyje, pra, qaj i cili don me hije në gjenet, pa problem, duhet me falë namazin. El ahdu bejnena wa bejnehum as-salat. Qështu për thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Besën të cilën na ja kemi dhonë Allahu dhul gjelal. Shka është? Besë, a i ke dhonë besë Allahu, po është namazin. Si da kish namazin, ja pas ke dhonë besën Allahu dhul gjelal. Se ki namazin, besën e ke hub besën. Edhe a i ke po këta hubës besën, po të mos, ka mo me ndru pare me bo Allah shveresh, pëse se e ke hub besën. A ju kujtojt një vjetë në qarshien, erë një turk, ja mur këtë pare të qarshien, edhe u hub mo. A i hapin mo pare, atina njerit mo, jo si hapin, pëse e ka hub besën, e ka hub. Ama qaj njeri cili e ka besën, shkon një lipti 100.000, 1 milion, hiq pa problem t'i shlon t'i e pare. Pëse se ki besë. Qysh po dojnë pra me majt besën tane me Allahun dhul gjelal, a namazin se ki. Kur ta kish namazin, e ki besën me Allahin. Ama namazin se ki besën me Allahun. Për këtë arsye pra, lusna Allahun dhul gjelal, mos me na i hupën besën, shka e kena me Allahun dhul gjelal. Me na bon për atinve, shka e mojna besën me Allahin tonë. Ndërsa qaj i cili e fal namazin, e ka besën me Allahin. Ama qaj shka se fal namazin, s'ka besë të Allahu dhul gjelal. Allahu na i forcohet besën, edhe na bof pe burrave të mirë, shka i nejna gati namazit tonë. E kulu qawli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum, wa akhiru dawana, alhamdulillah. Kërkoj fali edhe njëherë, nëse da një kanë e kumranu, po kum dasht me të regu realitet. Zoti ju shpërblet të gjithë. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.